Po, Najada më trego. 27 vjeç, mësova që jam fëmijë adoptuar edhe i them nënës time biologjike. Faleminderit shumë që më braktise. Isha 29 vjeç kur mësova që prindrit e mi nuk ishin prindrit e mi të vërtet. Sekretin që më kishin mbajtur gjithë jetën, ma zbuloi rastësisht nusja e Xhaxhait. Për mua ishte një shok psikologjik. Deri në atë moment nuk kisha dyshuar asgjë. Atë ditë bëra një shëtitje të gjatë dhe vetëm qaja. Telefonova bashkëshortin dhe i thash, unë nuk e di kush jam. Nënës që më rriti nuk i rash kurrë në sy. Madje nisa të pendohem që i kam ngritur zërin ndonjëherë për tekat e mia si fëmijë. Vendosa të kërkoj rrënjët e mia dhe zbulova që nëna ime biologjike më kishte braktisur 10 ditësh në maternitet. Mësova që kisha edhe një motrë 1 vit më të madhe. Paka shumë edhe ajo kishte pasur të njëjtin fat si unë. 2-3 vite më parë njoha nënën biologjike. Takimi me të ishte se takimi me një të huaj. Prej saj nuk e kuptova dot kurrë arsyen pse më braktisi. Por, ndër të tjera i thash, faleminderit që më solli në jetë dhe faleminderit që më braktise. Kjo është historia e një vajze e cila për 29 vite ka jetuar me një gënjeshtër të madhe. Dhe atëherë kur nuk e priste, gjithçka që besonte se ishte jeta e saj reale, ju shemb. Vjen sot në seanca e parë, anonim dhe me pseudonimin Najada, për të ndarë historinë e jetës së saj. Najada, përshëndetje. Përshëndetje. Më lejo të pyes se si është të jetosh 29 vite me një të vërtetë e cila të është fshehur dhe befas kupton që ai kapitulli i jetës tënde që ti kishe besuar se ishte ndërtuar ashtu është krejt ndryshe. Tani nuk është as pak ndjesi e lehtë për të përshkruar, psikologjikisht ti shkatërrohesh nga ana psikologjike, nga ana emocionale, ti ke ndërtuar një imazh të vetes bazuar mbi një familje me të cilën je rritur edhe mendon që ti përket asaj familje, pra në gjakun tënd ke element karakteristik të asaj familje, sepse i ngjan xhaxhit apo hallës apo dajës, ku diun, apo prindërve të tu. Dhe pastaj ti mbetesh bosh kur merr vesh që s'ke lidhje fare me ata, po thjesht janë të mbivendosur në jetën tënde, në rastin tim për mirë. Kanë kaluar disa vite Najada tashmë kur ti e ke zbuluar këtë të vërtet, por sot kush je ti? Si e gjen veten sot në raport me gjithë çfarë ka ndodhur në jetën tënde? Veten time e gjej ashtu siç u rrita. Një person i dashur, i mirë, me energji të mirë, me virtyte të mira, dhe që fal Zotit ndodhi kjo që ka ndodhur. Najada, kur sot ti thua familje, kë ke parasysh? Kam parasysh prindrit që më rritën, kam parasysh veten time dhe familjen që un kam sot. E ndjen ndonjëherë veten sikur ndodhesh midis dy realiteteve? Jo, as pak. Jo, sepse jam në një moshë në cilën i kupton gjërat. Do të thënë nuk është se kjo mua më ka ndodhur në një moment të caktuar, kur unë kam ditur se me çfarë të përballem. Unë sot jam 40 vjeç dhe në rastin konkret, si thua që ke ndarë shapin nga sheqeri dhe e di shumë mirë çfarë është jeta. Kështu që nuk është se kam ndonjë traumë. Dhe ka ndikuar kjo e vërtet ky zbulim që ti ke marrë në moshë madhore në mënyrën se si je ti sot si nën, si bashkëshorte, si fëmijë në raport me prindrit? Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, sepse në qoftë se deri në momentin që unë mora vesh që unë nuk kisha 7 vjeç, nuk kisha lindur akoma një fëmijë, i kisha kështu si të paprekur gjërat, si në ajër. Në momentin që ti bëhesh nën, edhe kupton se si mund të lësh një fëmijë apo ti unë ta braktisësh një fëmijë, aty fillon edhe pastaj e kupton, e bën më të prekshme. Kështu që kur bëhesh nën vet, i kupton shumë herë më shumë këto çështje. Dhe në fakt ty të ka ndihmuar të çlirohesh apo të ka dhëmbur fakti që je braktisur që në lindje? Kur je bërë nën vet? Më ka dhëmbur është dualitet, them unë. Herë të dhëmb kur e kujton, kur fillon me atë nostalgjinë dhe gjërat me emocionet, dhe herë pastaj herë tjera ti bësh e fort dhe shikon që kështu është jeta fundja, varet se të vjen. Kthehemi pak tek Najada 29 vjeç. Kur ti befas mësove që nuk i përkisja asaj familje ku ishe rritur, pra biologjikisht ishe fëmijë i dy prindërve të tjerë. Si e mësove lajmin një herë? Nuk kam marrë vesh dhe nuk kam ditur asnjë gjë deri në atë moshë, sepse jam rritur me një dashuri të jashtëzakonshme nga prindrit cilët më rritën. Dhe unë ata konsideroj prindër për ta ndarë që në fillim këtë pikë. Unë isha e ftuar tek xhaxha im në Durrës,
për një drek familjare. Isha unë vetëm unë dhe ai dhe bashkëshortja e tij. Dhe ai kishte bërë një përmbledhje, një libër për familjen e kështu me radhë, unë duke qenë shumë e lidhur pas familjes dhe pas jetës së tyre, mënyrës se si ata kishin bërë gjërat në jetë, i kisha si shembuj në fakt, sepse jam për të pas shembuj. Dhe i them që e dua dhe unë këtë librin. Më thotë Xhaxhesha që po për ty është ke problem që për ty shkruhet ashtu në libër? Kjo ishte pyetja. Dhe unë nuk di asgjë dhe i them ç'a shkruhet, ç'a ka. Edhe në atë moment tha që ti nuk je fëmia e prindërve të tu, domethënë. Aty unë jam shokuar, arrita ta kontrolloja veten, hëngra dhe drekën. Wow. Sa mirë pas ke mbajtur veten. Patjetër që më ka shokuar, po nuk e di, është ndoshta vetë kontrolli im, fakt nuk isha e vogël, nuk isha adoleshente që mund të shpërtheja, 29 vjeçë nuk je e vogël, domethënë. Edhe kështu e përmbajta veten sigurisht, mbarova gjithë atë bisedën, as nuk e ceka fare në momentin që erdhi Xhaxhai. Pavarësisht se ajo më Mbarove bisedën, po si mundet të drekoja, të kalonin kafshatat poshtë. Gjëra që ndodhin. Pastaj shiko, kur je rritur me shumë dashuri dhe kur gjithë ata, secili nga ata ty të ka dhënë dashuri për gjatë gjithë jetës, ti nuk e mbi vendos urrëtitjen apo çdo lloj gjëje tjetër të momentit mbi ata njerëz. Do të thënë, vlerësimi që un kam për ata është shumë herë më i madh nga çdo lloj gjëje që un mora vesh. Për një moment nuk tu trondit ajo ndjenja e përkatësisë, ajo frika se mund të humbisje familjarët e tu, Xhaxhain ku ti ishe duke drekuar me familjen e tij. Jo, fare. E more vesh lajmin, hëngre drekën, më pas çfarë ndodhi? Zbrita poshtë, pastaj bëra një xhiro shumë të gjatë me orë të tëra buzdetit, sigurisht ka qenë dhe korrik, ishte vatë në fakt. Edhe mbaj mend që kam qarë shumë, sigurisht se është normale. Pastaj sigurisht telefonata parë ka qenë e bashkëshortit dhe mbaj mend që i kam thënë diçka të tillë që unë se di kush jam. Po reagimin e tij e mban mend? Po, më mbaj mend që thënë nuk ka problem, do e diskutojmë, me thënë gjëra të tilla. Do ta loja pak sigurisht. Po Jona. Ja do ndaloja pak të kjo pyetje që i ke bërë vetes, nuk e di kush jam. Dërgonte ndonjë ide? Çfarë po ndodhte, domethënë ishte vetëm kjo pyetje apo kisha diçka tjetër në mendje? Një boshllok, domethënë ti nuk di nga vjen, nuk di kush je. Vije nga një drek ku kisha shumë njerëz prezent aty që po i analizojnë mendjen tënde, këta gjithë më duan. Por nga ana tjetër tek ty ndodhi edhe një dualizëm, fillove të dyshosh pak. Po. Aty është një boshllok që ti do pastaj që të dish çfarë ke, do të hapësh një dritare për tani për të parë se kujt i përket, nga ke ardhur. Erdi direkt ky kurioziteti jot për ta ditur se nga vjen? Kush janë prindrit e tyre? Jo, pas disa vitesh, unë atë kohë isha dhe avokat, shtroja dhe avokatinë, isha goxha profesionalisht e përmbushur dhe nuk e kisha problem. Pastaj një moment më dha mendja. Po, do ndalemi pak më vonë Ajada, po për të mbetur pak te kjo pjesa se si ti u përballe dhe pyetja që ti i shtrove vetes, kush jam unë? Duke u përballur në telefonat me bashkëshortin tënd, unë dua të pyes Jonën dhe mbetemi përsëri në bisedë këtu. Jona, çfarë ndodh me identitetin e një personi kur në moshë madhore mëson që jeta e tij nuk është ajo që ka menduar deri tani dhe ai nuk është fëmijë atyre prindërve që ai ka menduar se u ka përkitur. Identiteti ne mendojmë ndonjëherë kur shojmë atë kartën, themi është emri mbi emrit dhënat që janë aty, por në të vërtetë është më shumë se kaq. Në aspektin psikologjik shkon përtej dhe ka një konstrukt të brendshëm, cili nëse për shembull në rastin konkret merret vesh që ti nuk i përket, sepse është ndjenja përkatësisë, nuk i përket asaj që deri më tani i rritur me idenë si përkisje, fillon të tronditet. Dhe ti duhet ta rindërtosh ndonjëherë nga e para. Prandaj vjen ajo pyetja kush jam unë? Domethënë sepse ndjenja përkatësisë është një nga nevojat emocionale ndoshta më të rëndësishmet që ne kemi pas besimit, krijimit të besimit, të sigurisë që marrim kur lindim. Dhe të ndodh një tronditje e tillë në këtë moshë ka ndodhur Ajadës, nuk është e lehtë sepse ajo tashmë kishte krijuar këtë identitet, pra është rrëfimi që ne i themi vetes kush jam, e ndërton si me veten, si ta thonë edhe të tjerët. Dhe në këtë moment asaj duhet tani që të përballet me rifutje të reja, por që është një shtyllë shumë e konsoliduar. Pra nuk është fleksibël siç mund të ndodh tek një fëmijë. Pra këtë doja të pyesja, më mbërritet pikërisht në pikën ku më ngre dhe mua kurreshtjen. Është më vështirë të përballesh në moshë madhore apo kur je fëmijë me një të vërtetë të tillë?
Kur je Ne fëmijë. mendojmë që fëmijët nuk duhet të dinë gjëra të tilla ose mundohemi t'i mbrojmë, por në të vërtetë fëmia e përshtatet me këtë njohuri të re që ti i jep. Dhe brenda se shtyllës të konsoliduar që po thonim, që vjen dhe bëhet shumë e ngurtë me kalimin e viteve, kur ne jemi fëmijë, jemi në gjendje që ta përshtasim gradualisht derisa fillon edhe bëhet pjesë e identitetit ton. Pra ajo pyetja kush jam unë nuk fillon në moshën 29 apo 40 vjeç, por fillon në moshën 5-6 vjeç dhe ti je më i përshtatur, pra je më i mësuar me ndryshimin. E kuptoj. Pra siç ndodh në këtë rast, marrja veshet i lajmi në këtë moment e vështirëson shumë këtë proces, sepse Najada në fillim tha është okay, pra unë pashja ishin ato njerëz të aty rreth rrotull më duan, por sidoqoftë pikpyetjet janë të mëdha sepse ty të është prekur gjë më e rëndësishme identiteti. Po, dhe në fakt do doja shumë të ndalesh atë kjo pjesë. Po, patjetër. Në historinë shqiptare, domethënë ne kemi shumë fëmijë që janë rritur nga gjyshër, janë rritur nga të tjerë, jo prindrit. Halla tezja ka ndodhur. Dhe prandaj janë prekur dhe ndikimet e shikojmë ne në terapi, jashtë mund të perceptojnë ndryshe nga njerëz të tjerë, po mënyra se si këto vështirësi shfaqen janë shumë më të thella se aq. Pra mund të jetë një shfaqje e ndonjë ankthi apo ndonjë shqetësimi tjetër, por në të vërtetë qëndron një pasiguri e madhe e ndërtuar dhe ardhur prej kësaj, pra kur preket identiteti. Dhe gjëja tjetër do e thoja është edhe për pjesën e teorisë zhvillimit, që është një psikolog që i ka dedikuar gjithë punën e tij vetëm kësaj gjëje, kësaj çështje që numëron stadet tona dhe shikon se si ne avancojmë nëpër to. Dhe është një stad që i përket moshës të fëmijërisë apo të adoleshencës, që është akoma kur ndodh përmbyllja e identitetit, deri në moshën le themi të mesme ose të re, kur futemi në moshën e madhore, dhe ndodh kjo pjesa ku ne kemi filluar ta mbërthejmë mirë se kush jemi. Dhe prandaj është e vështirë për Najadën që ta rifilloj sepse është krijuar, pra ka kaluar atë fazën. Është deri në të 20-ta. Është se të shkunden themelet e një kështjelle, që ti ke besuar se ke ndërtuar një kështjellë. Pikërisht. Pra ne ta mendojmë veten tonë. Kur kemi qenë adoleshentë, si kemi filluar të mendojmë për veten, të njohim atë, të japim disa cilësive të tonë, ndoshta mund të kenë qenë negative, por janë pjesë e procesit. Pra ti zbërtoj me kalimin e kohës. Kur ndodh kjo tronditja, fillon tani ta bësh nga fillimi gjithë punën që ti ke kaluar në ato stade të fëmijërisë, adoleshencës edhe të moshës së madhore që sapo ti je futur tashmë. Prandaj është një tronditje jo e lehtë për t'u kaluar. Megjithatë më bën shumë përshtypje Jona fakti që Najada këtë lajm të vërtetë që e ka zbuluar në moshë madhore ka zgjedhur të mos ta përballë me nënën e saj adoptive, sepse babain e kishte humbur në moshën 10 vjeçare, babain e familjes adoptive. Najada dua të pyes ty, pse zgjodhe që asnjëherë të mos i biesh në sy nënës që të rriti për këtë fakt? Për vetë faktin se e para kur rritesh me shumë dashuri, me shumë përkushtim, me shumë vetmohim, e për shkak vetë moshës që ajo ka tashmë, çfarë vlere do të kishte nëse unë do t'i bëja asaj pyetja apo do shkoja me atë furishëm për t'i kërkuar llogarinë në thonjza kush isha unë e para. Dhe dyta, për vetë faktin se duke qenë madhore, duke patur dhe që siç isha profesion avokate, e kisha shumë kollaj t'i bëja vetë gjërat, pa përfshirë askënd dhe pa lënduar askënd. Çfarë do më sillte mua? Kjo ishte pyetja që i bëra vetes. Çfarë do më sillte mua kjo gjë dhe çfarë do pësonte? Sepse unë një person që t'ka rritur, t'ka mbajtur aq afër gjithë jetën, pa përkushtuar jetën, në momentin që ti përballesh dhe shkon i thua pse ke bërë ti këtë gjë, ajo nga ana psikologjike, ai person ka jetuar gjithë jetën me këtë gjë dhe ajo e ka përvetësuar, e ka të veten këtë gjë. Megjithëse nuk do prishja vetëm veten time, po do i bëja dëm dhe një personi i cili ka fal jetën. Patjetër që ti je një person shumë pozitiv përderisa ai shikon gjërat në këtë këndvështrim. Po, dhe duke që i arritur me shumë dashuri në atë familje, për faktin se e tregon edhe për mënyrën se si ti ke zgjedhur të qasesh ndaj kësaj historie, por dua të pyes raporti i ndjenjave, dashuria. Përkundrazi, nëse një fëmijë do të jetë mirënjohës prindit të vet që e ka prind, një person i tillë në këto kushte jo një herë ti e mirënjohje në jetëve, shumë herë më shumë se sa një prej së fund të ditës kur bësh prind ke një fëmijë, je i detyruar, ke të drejta detyrime ndaj atij fëmije.
Kurse kur je në rast të tillë, ti ke marrë vetëm të drejta, ti ke marrë vetëm s'ka pas fare detyrim tjetri të të rrisë ty në fund të ditës. Edhe të ka dhënë gjithë jetën, nuk shoh kam konceptu këtë gjë. Edhe nuk isha jo vetëm që i dhash isha shumë herë më shumë mirënjohëse, po më vinte çdo herë që mendoja kaloja në përmendje, çdo fjalë të tepër që mund t'i kisha thënë apo çdo bërtikje e momentit, sepse ndihesh fajtore që kundrejt një personi që t'ka bërë kaq mirë në jetë, ti mund t'ishe sjell për gjëra të vogla, nuk e di, me sjellje arrogante, e zon. Ke dashur të ruash ekuilibrin, me sa kuptoj, në familje, dhe pse pikpyetjet tek ty qëndronin të hapura. Ti me veten vazhdoje të mendoja. Vazhdoja të mendoja, po e keni parasysh, unë tani isha e formuar, nuk është se isha e lëkundur në personalitetin tim si individ, po flas, jo nga preardhja, po si isha formuar unë, nuk e kisha problem këtë gjë. Edhe pastaj fillova të mendoja mas janë 2-3 vjetësh, thash po unë bëj punë për gjithë njerëzit, nuk do bëj punë për veten time, edhe pastaj fillova të bëja hetimet e mia. Nga janë nisa? Patjetër nga gjendja civile. Certifikatat janë baza. E gjeta? Gjeta, po. Mora një certifikat nga gjendja civile, time personale, dhe poshtë e gjeta me një shënim që thoshte vlerësuar me vendimin kaq e aq, edhe pastaj sigurisht duke qenë në fushës, i hyra me themel, i gjeta të gjitha vendime, gjithë dokumentacionin, edhe pash pastaj çdo lloj gjëje si ku isha, me kë isha, si ku kishta lindur, kur isha braktisur, e gjitha me radhë. Çfarë zbulove? Çfarë kishte ndodhur me ty? Atëherë zbulova që nëna ime kishte edhe një vajzë tjetër, një vit më të madhe nga unë, nëna ime biologjike flasëm, një vit më të madhe nga unë, lindur në 84. Pastaj mua më kishte lënë në moshën 10 vjeçë në maternitet, dhe kaq, nga aty ka filluar jeta ime dhe pas 6 nuk e di, domethënë çfarë ka ndodhur nga 10 vjeçë deri në 6-7 muajshe, sigurisht nuk di gjë fare. Di vetëm që në moshën 7 muajshe, 6-7 muajshe, prindrit e mi adoptiv më kanë marrë nga shtëpia e fëmijës tashmë në Tiranë dhe janë bërë në fëmija e tyre. Po shtoj këtu edhe një element që kishin luajtur aq shumë për ta bërë këtë procedurë, sepse në kohën atëherë, pra në vitin 86-87, nuk vlerësoheshin fëmijët kur njëri nga prindërit ishte i përndjekur politik. Dhe ti njëri nga prindrit adoptive ke pasur të përndjekur politik? Edhe domethënë kishin vuajtur se kishin bërë zgjidhjen e martesës, pastaj kishte bërë mami im këtë gjën, vlerësimin, pastaj ishte rimartuar, domethënë një peripeci gjyqësore vetëm për të arritur këtë qëllim. Pra, dëshirën e tyre është të madhe për të patur një fëmijë. E kuptoj ndjesinë, nëna jote biologjike nuk e pati problem fare të braktisë dhe të lërë 10 ditë në maternitet, ndërkohë që prindrit që të adoptuan dhe të rritën bën një sakrificë kaq të madhe vetëm për të pasur. Tani e kuptoj edhe mirënjohjen që ti ke ndaj tyre përveç faktit që të kanë rritur mirë dhe me shumë dashuri. Po dua të kuptoj pak, a pate interes edhe kureshtje për të njohur nënën biologjike? Nise të kërkosh për të? Patjetër që pata, jo për afeksion, nuk të prizën fare, asa sot kohë dhe sot që e njoh prej kaq kohësh. Nuk flasin për këtë gjë, flasin vetëm për faktin që njeriu thjesht do të di nga vjen. Me thënë, kujt i përket historiku jot, nga ke ardh, kush janë familjarët e tu. Biologjia jote, për të kuptuar biologjinë tënde. Sepse ajo pyetja që të bëhet që a ke këtë lloj sëmundje në familje? Edhe ti e zon, je një blockout, aty se ti zdi asgjë nga vjen. Kështu që vetëm kjo më ka çuar kuriozitet, me si kurioze. Kur e takove nënën biologjike? Në Athinë. Kur? Pas sa kohësh që ti e more vesh të vërtetën? Përpara 2 vjetësh, diçka e tillë. Si ishte momenti i takimit me të, e kujton? E kujtoj, po jo me ndonjë ndjesi, s'kisha unë asnjë lloj emocioni, asnjë lloj gjëje. Thjesht e takova,
Edhe kaq, si një person I huaj që ti se njeh, normalisht që ngjaja shumë, por I ngjan kur fizikisht. nuk e njeh, po, por kur nuk e njeh, e keni parasysh ajo ndjesia. Si të njohësh një njeri, si të vi t'ju takoj juve, për shembull, që nuk ju kam parë ndonjëherë, t'ju jap dorën, këtë lloj ndjesie. Por reagimi i nënës biologjike si ishte? Patjetër që ajo përpoq të më përqafonte, sigurisht, normal që unë se lash, por që kështu ka qenë. Kam përshtypjen që ju e zhvilluat një bisedë. E pyetën ndonjëherë pse? Patjetër, Pse të la? jo bisedë, u zhvillua një hetim nga ana ime, sepse ishin ato pyetjet që normalisht ti nuk di asgjë dhe fillon pastaj bën një interrogatorio Po. për çdo lloj gjëje. Po jam përpjekur ta bëj këtë gjë në kohë të shtrirë në kohë, vetëm për faktin për të mësuar gjëra, por edhe për të shikoni gota, ka një gjë, këta persona që bëjnë veprime të tilla kanë tendencën që të gënjejnë. Sepse ti bën një pyetje dhe ajo të sill versione të ndryshme në kohë të ndryshme. Edhe kjo të bën të kuptosh që gjithmonë lëm për të dëshiruar përgjigjet. Ti nuk merr kurrë një përgjigje fikse, sepse secili në kohë do që të mbuloj gjëra të tyre. Kështu që unë di një të vërtet tjetër, po që mos jetë e plot dhe ajo. Po, pra, nëna jote biologjike të ka sjell disa variante të arsyeve pse ajo të braktisi. Ti vetë çfarë beson edhe të paktën nga hetimi që I ke bërë asaj edhe gjithë situatave, dokumentave, çfarë ke kuptuar? Pse nëna jote të ka lënë 10 ditë në maternitet? Asgjë, nuk unë di vetëm një gjë që nuk I besoj asnjë gjëje. Besoj vetëm faktin që ka lënë, faktin që është domethënë faktin real. Po që arsyet janë të ndryshme në çdo rast. Kështu që normalisht që ti stepesh për t'i besuar. Sepse secili do të justifikojë zgjedhjet që bën. Kështu që kaq. Nuk është se jam marrë shumë për këtë pjesë. Përmendej që ke edhe një motor një vit më të madhe se ty, po me atë çfarë ka ndodhur? Po, edhe atë kam braktisur në moshën 8 vjeçare. Me justifikimin që do t'i bëjmë dokumentat për jashtë shtetit në mënyrë që ajo të kishte një të ardhme të sigurt dhe ajo lavdi Zotit pati një të ardhme të sigurt, sepse rriti një familje shumë e mirë atje dhe sot është dhe ajo një avokate natë. Por personi humbi dhe humbi shumë fish në këtë rast. Nëna jote thua? Po. Çfarë ka ndodhur në raportin me motrën dhe me nënën biologjike? Në dijenin time nuk kanë raporte me njëra tjetrën. Se di arsyen, kjo thot tjera arsye, po nuk kam pyetur, nuk kam kontakt që të pyes anën tjetër të medaljes. Nuk e kontaktuar dot me motrën tënde biologjike? Jo, ajo ka preferuar që mos ketë kontakt me të shkuarën. Ka ardhur keq ty për këtë fakt? Do kishe dashur ta kishe takuar, njohur? Mirë do ishte, sepse njerëz jemi, mirë do ishte që njerëzit bëhen me njëri tjetrin, po përderisa është zgjedhja e saj, nuk imponohesh dot njerëzve, kështu që. Zgjedhjet e tyre. Mua më vjen mirë, qoftë mirë, dhe kaq. Megjithatë ti ke treguar në letër që ke edhe një vëlla. Po, me një person tjetër. Nga nëna biologjike. Po ndajmë shumë në fakt, dhe është një njeri I mrekullueshëm, me atë kam kontakt, po. Si ka qenë përballja me vllajin? Kishe ai dieni për ekzistencën tënde? Shumë mirë. Mund ndihem mirë kur kam një më të vogël kështu, se jam I çik natyrë dashur. Edhe më vjen mirë, të them të drejtën, më vjen shumë mirë. Kishte dieni vllai jot për ekzistencën tënde? Jo, nuk kishte. Si e përjetoi ai? Dhe ati është një gënjeshtër. Dhe ati është një gënjeshtër e madhe. Dhe akoma ai e di gënjeshtër atë gjë. Mund ja them në një moment, po. Po çfarë? Edhe ai, domethënë është ajo që ju thash, që gjithmonë një person do vazhdoj gënjeshtrën në jetën e jetëve derisa të mbuloj gjërat e vet. Pra, Najata, me sa po kuptoj, nëna jote biologjike ka sjellë në jetë 3 fëmijë, motrën e madhe ty dhe më pas vllain, dhe të gjithë me baballar të ndryshëm? Nuk e di këtë pjesë. Nuk e di. Sepse këtë dua dhënë të zbuloj, po. 2 I di që janë të ndryshëm, po timi nuk e di, të them drejtën. Nuk e arritur të shkosh deri tek gjurmët e babait tënd, ke mësuar të paktën nga dokumentat se kush është ai? Nuk figurojnë.
Po nëna nuk ta figuron tregon? gjithmonë. Nëna biologjike? Jo, ajo mbetet me teorinë që është i njëjti me të fëmijës së parë, po unë e të vë dyshim sepse kam pyetur disa herë për këtë gjë dhe disa herë më ka dhënë opsione të ndryshme. Kështu që nuk e marr me rezervë këtë gjë, domethënë. Do kishe Jam aq e dashur? rritur sa ta marr me rezervë. Të kuptoj. Do kishe dashur ta njihje babain tënd biologjik? Jo, s'kam në interes. Ja, nuk e. Gjithmonë nëna besoj është ajo baza, po nuk kam interes. Çfarë raporti ke sot me nënën tënde biologjike? Një raport normal, si të thuash, si një shoqe që e njeh për pak kohësh. Thjesht pyet si jeni, çfarë bën, meqense unë jam bërë dhe me fëmijë, çfarë bën nipi, çfarë bën këto, tenton të sjellë ndonjë dhuratë, ndonjë gjë, po jeta dhe nuk blihen gjërat me dhurata në jetë. Dhe dashuria nuk blihet, po fitohet. Kështu që kështu. Ja ke thënë ndonjëherë asaj hapur këtë që mendon? Këtë që sapo thë? Patjetër, po, të gjitha. Preket? Si Të reagon? gjitha, madje, jo, kam përshtypjen që ndoshta edhe preket, po nuk më lë këtë gjë, nuk ma jep këtë gjë, domethënë që ta shikojën që preket. Më duket sikur si bën përshtypje. Edhe unë besoj që si bën përshtypje. Sepse një njeri që do kishte seder, do bënte gjëra të tilla, ose do ndiheshe humile, e përullur në këtë drejtim. Ndërkohë që kemi një sjellje kështu, tip arrogante, tip që ka bërë jetë bukur. Keni parasysh? Ta tregon ajo ty këtë gjë? Po, këtë më reflekton. Nuk më jep asnjë lloj feedbacku dhe prandaj nuk ndjej unë në një keqardhje apo që ta justifikoj në jetë, apo të them, po, ti ke pas të drejtë. Nuk e bëj dot këtë gjë sepse nuk më jep atë feedbackun që është e penduar, si thua, për veprimet që ka bërë. Më duket sikur i ka pasur zgjedhje të momentit që e kanë lehtësuar. Po me nënën që të rriti? Sot çfarë marrëdhënie kena jada? Patjetër unë me atë jetoj, sepse babai, siç e the ti e the, më ka lënë kur isha 10 vjeç. Ishte disha kanceri, po unë u rrita vetëm me maman, me atë kam denjur, me atë jetoj akoma sot e kësaj dite. Kujdesem, sigurisht sepse minimumi që mund t'i dhuroj është për kujdesja. Jam shumë mirë, jam shumë e lumtur, tani jam bërë dhe 9 vetë dhe është kënaqësi shumë e madhe. Unë jam shumë mirënjohëse sepse jo vetëm më rritën, po dhe më edukuan shumë mirë. Dy prindër që unë paralelisht fillova të mësoja klasën e parë dhe nga ana tjetër filloja italishten sepse babi im, për babain tim, ishte shumë e rëndësishme që unë të isha e formuar dhe të kisha sa më shumë dije. Nga që i shkreti ishte i përndjekur politik dhe kishte qenë i përndjekur në moshën më të bukur në rinin e tij, gjithatë dëshirën e madhe për arsim, për jetë e projektonte tek unë. Më merrte libra, më thoshte që lexo një faqe, 2 faqe ditë për ditë, pastaj të dalësh të luash me shoqet. Me thënë, vërtet unë mund të kem jetuar 10 vite të jetës me ato, po ato 10 vite kanë qenë sa për 100 vjet. Domethënë, kanë qenë shumë plotësuese. Kështu që unë për mua ata janë shëmbullim, ata janë prindrit e mi, të cilët jam mirënjohëse gjithë ditët e jetës time. Kështu që nuk ndryshon asgjë, përkundrazi, reflektoj edhe më shumë, jam edhe më shumë mirënjohëse. Për sa i përket dashurisë, e ke ndjerë që je dashur prej tyre, të kanë përkëdhelur? Po, absolutisht. Dritë e syve. E ke marrë këtë dashuri në të gjithë rrethin familjar? Po. 100%. Dhe unë të doja ta kishim si mesazh më tepër, sepse nuk jam u rasti vetëm. Në atë periudhë kam vënë re që ka raste të jashtëzakonshme në Shqipëri. Edhe pavarësisht se jeta mund t'i ketë marrë ndryshe njerëzve të ndryshëm gjithë secilit, po mesazhi im është që doja të jepja është që pavarësisht kësaj njerëzit do ta shikojnë në perspektivë pozitive, sepse unë mendoj që Perëndia na ka bërë një nder duke na hequr nga një e keq edhe më e madhe. Sepse të ishim me këta prindër, kush e di ku do kishim përfunduar. Unë mendoj që është bekim shumë i madh që të paktën unë për veten time që u rrita nga këta prindër. I kam thënë vetëm ditën që e takova unë të falenderoj vetëm për një gjë që më solli në jetë, sepse kishte zgjidhje tjetër që mund të më kisha abortuar. Për këtë të falenderoj, por pastaj të falenderoj edhe më shumë që më ke lënë. Sepse jam rritur nga njerëz për cilët ti as nuk do ishe e denjë të më rrisin në atë lloj forme. Unë ndje keq kur ja tha? Jo,
Nuk e di. Nuk e di, më duket kështu, nuk e di, nuk besoj se është gjë keq. Jona, si të duket qasja e Najadës? Najada këtë histori? vërteton atë që nën nuk është ajo që të lind, por ajo që kujdeset dhe të ka ofruar sigurinë Pikërisht. edhe normalisht të dashurinë bashkë me të tjera dhe në fakt këtë e vërteton edhe teoritë e shumë të hershme të psikologjisë që lidhen me periudhën e atashimit, pra kur fëmia lind dhe se si e ndërton marrëdhënien me një, le të themi, kujdestar, që mund të jetë kushdo, e thamë edhe në rast më përparshëm, në terapi njoh shumë njerëz që janë rritur nga gjyshe dhe gjyshër dhe më të rëndësishëm i quajnë ata sa vetë prindrit, sepse janë rritur prej tyre, pra kanë qenë gjyshja apo gjyshi që i ka ofruar pjesën e sigurisë, një që një fëmijë e ka shumë të nevojshme. Ne s'mundemi dot ta mendojmë, por unë të bëj një krahasim, është aq e nevojshme sa ushqimi. Po nuk ishte fëmia i sigurt, edhe ushimin kur e han me trembje dhe normalisht nuk e bën atë pjesën tretjes shumë të mirë. Kështu që kaq e rëndësishme është pjesa e të qenit i sigurt dhe i mbrojtur që një prind duhet të jetë i aftë ta bëj. Domethënë duhet ta ketë aftësinë. Dhe nëse ti e merr përgjegjësinë për të bërë prind, duhet ta kesh, pra duhet ta zhvillosh nëse nuk e zotron. Prandaj këtë zbuloj dhe këtë më lë të kuptoj dhe historia e Najadës që prindi, i cili e ka adoptuar, ja ka ofruar këtë gjë dhe për këtë ajo nuk e ndjen nevojshme. Gjetjen e origjinës në mënyrë të më të thelluar ose të zbulimit të arsyeve apo të justifikimeve që zakonisht ndodh me fëmijët, ne kemi vënë re shumë në këtë emision, se ne i justifikojmë prindrit. Ajo nuk ka të pyetjet ekzistenciale që zakonisht ka një fëmijë i rritur me këto mendime. Ka ato mbushjet e veta aq të mira dhe aq të plotësuara sa nuk e ndjen të nevojshme për të shkuar më tutje në zbulime të tjera dhe shikoj që edhe pjesën e gënjeshtrave që ajo ka zbuluar nuk i kushtojnë shumë në aspekt emocional. Nuk i rëndojnë tepër, të paktën kështu e përçon. Me që përmende gënjeshtrën, si e gjykon? Është më e shëndetshme që një fëmijë t'i thuhet kjo e vërtet apo të mos t'i thuhet fakti që ai është një fëmijë adoptuar? Po, ne prekëm edhe pak më përpara që është më rëndësishme që fëmia ta di, është më mirë përballet me një të vërtetë, sepse në këtë mënyrë ai fillon të ta përshtas, të vërtetë brenda konstruktit të tij, të edhe të mëvonshëm. Pra, ne e fshehim, ne mendojmë se i bëjmë mirë një fëmije, që t'jam fshehim disa të vërteta, por kjo është një vërtetë shumë e rëndësishme për të. Që herë ta vonë do ta zbuloj dhe do jetë shumë e dëmshme në momentin kur ta kuptoj që është rritur mbi një gënjeshtër. Kështu që është më mirë ta përballni fëmijën me një të vërtetë që mund të jetë edhe kjo. Që ne jemi prindrit e tu, jo biologjik, por tuam të rrisim, ose kemi dashur të rrisim. Kemi bërë të zgjedhje për shumë arsye që ndoshta mund t'i jepet liri fëmijës, të ulumtoj, të zbuloj kur të jetë momenti. Sepse një prirje jone për të shkuar tek origjina është prirje natyrshme, ne të gjithë duam të dimë nga vim, nëse kjo gjë nuk ka qenë e qartë që në fillim. Kështu që duhet të respektoj dhe kjo pjesë, sepse fakti që një fëmijë vendos të hulumtoj mbi këtë pjesë, nuk do thotë që po i braktis familjen që ka tashmë, e ka rritur. Është thjesht një nevojë e fëmijës ose kujdo prej nesh të shkojë në këto vende për gjetur përgjigje të pyetjeve që ka. Po fakti që Najada nuk e ka përballur nënën që e ka rritur, e shikon si një akt dashurie apo si një sjellje shmangës? Mund të jenë të dyja këto, mund të jenë edhe dashuri sepse kërkon ta mbroj nga një stres tjetër, domethënë që mos e ballafaqoj, por edhe shmangëse mund të jetë dhe kjo, ndoshta edhe Najada mund na e thotë, por të dyja bëjnë për të ruajtur atë rehatinë e krijuar në atë harmoninë e krijuar në familje, sepse futja e gjërave të reja, siç është kjo situatë, patjetër që ndikon tek marrëdhëniet e ndërtuara prej kaq shumë kohë, kështu që mund të jetë një zgjedhje ndonjëherë e zgjuar, ndonjëherë duke e lënë atë veten tonë, duke vuajtur me ato pikpyetje që kemi, por për të dashur për të mbrojtur atë që është tashmë aty, domethënë e kanë krijuar dhe nuk do që ta preki. Në të rësisi do ta vlerësoje sjelljen e Najadës dhe mënyrën se si Najada e ka menaxhuar historinë e saj, të vërtetën që e ka përballur. Najada me sa kuptova, ka kaluar dhe një pjesë të pjekurisë emocionale dhe një pjekurie profesionale, do të thënë janë bërë bashkë shumë element të saj, pra do të them zhvillim profesional,
të cilat kanë ndikuar edhe tek mënyra se si ajo ka vepruar me këtë histori. Pra nuk ka qenë vetëm fakti që është rritur me dashuri, por është dhe një pjesë e saja që e ka ndërtuar vetë, jashtë familjes, me motivet e veta, të brendshme të jashtme, të cilat kanë ndikuar dhe si e menaxhon një situatë të tillë. Ka për shembull njerëz që mund të futen në panik të madh, një e vërtetë e tillë mund t'i trondis shumë herë më shumë se sa çfarë e ndodhur me Najadën dhe të prish kështu edhe atë që siç po thoni më është ndërtuar. Pra, mund të bëjnë kaq primare gjetja këtyre arsyeve, mllefet që mund të akumulohen ndaj familjes tjetër, sa mund të ndikojë drejt për drejt edhe tek familja që ato kanë. Kështu që në mënyrë se si po e ka menaxhuar dhe në rrëfen, mendoj se është diçka e shëndetshme, por kjo dhe fal mënyrës se si ajo është. Po, ka të bëjë shumë edhe mënyra se si Najada është. Najada, çfarë do na thuash në përmbyllje, pas rrëfimit që solle, por edhe duke ndjekur analizën që të bëri Jonarda? Po, është e vërtetë kjo që thot vajza, Jonarda. Faleminderit. Në rastin konkret për të kthyer pak shmangjes, në rastin tim nuk është shmangje, po thjesht është për kujdesi sepse duke menduar që nëna ime aktualisht është 73 vjeçe, një gjë e tillë mund t'i shkaktojë një dëm të pakthyeshëm dhe pse t'i shkaktoj një gjë të tillë kur mund të vazhdoj ta dua dyfish më shumë. Unë mendoj që mbi të gjitha duhet të mbizotroj dashuria, pavarësisht rrethanave që mund të ketë apo justifikimeve që mund të thonë dhe prindrit biologjik apo ku diun se çfarë, baza është që të duam ata që na arritën, që janë pasqyra jonë sot, edhe të vlerësojmë për aq sa ata që na lanë kanë bërë. Duke i parë me pozitivitet dhe duke qenë në paqe me veten se jeta vazhdon, edhe kjo jetë do jetuar si të vi. Najada, faleminderit. Faleminderit për rrëfimin dhe faleminderit për pozitivitetin që solle edhe në mbyllje të bisedës. Faleminderit dhe juve gjithë të mirat. Faleminderit. Jona, faleminderit që edhe sot e ndam këtë divan terapie bashkë me historinë e Najadës dhe analizat dhe interpretimet e tuaj që i bën historisë janë gjithmonë shumë të vlefshme, sidomos për të kuptuar çdo rast. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kjo ishte seanca e parë sot, seanca e Najadës. Bashkë do të rishihemi në një tjetër episod me një tjetër histori. Ándale!